Në Shqipëri, fushata elektorale për zgjedhjet lokale të 8 majit po zhvillohet intensivisht. Në Fier konkurrojnë për bashkinë e qytetit Baftiar Zeqo i Partisë Socialiste dhe Ilir Bele i Partisë Demokratike. Fushata po përqendrohet tek projektet e investimeve në qytet, sidomos në kulturë dhe në sport. Kandidatët vlerësojnë me tone pozitive frymën e fushatës, e cila deri tani nuk ka shënuar ndonjë incident. Korrespondenti Rajmond Kolla ishte në Fier dhe përgatiti kronikën. Në Fier, atmosfera e zgjedhjeve vendore ka përfshirë tashmë qytetin dhe posteret e kandidatëve dhe pikat e shumta elektorale shfaqen kudo. Për bashkinë e qytetit konkurrojnë Baftiar Zeqo i Partisë Socialiste dhe Ilir Bele i Partisë Demokratike. Të dy kandidatët kanë nisur takimet intensive elektorale me zgjedhësit. Baftiar Zeqo, që aktualisht drejton bashkinë e qytetit, thotë se po e përqendron fushatën e tij në bilancin e qeverisjes vendore të 4 viteve. Ai thotë se pas përmbylljes së një faze investimesh në infrastrukturë, prioritet është tashmë zhvillimi i kulturës dhe artit në funksion të turizmit. Kemi përfunduar shumë projekte transformuese për qytetin e Fierit në të gjitha fushat. Projekte të tjera kemi hartuar dhe kemi gati, janë rreth 22 projekte që do ta përqendrojnë Fierin si qendër të rëndësishme kulturore dhe turistike. Me këtë ambicie, me këtë synim, me një administratë tashmë me eksperiencë dhe të kualifikuar, rikandidojmë për një mandat tjetër 4 vjeçar. Ndërsa kandidati i demokratëve Ilir Bele është kritik ndaj ecurisë së bashkisë së qeverisur nga socialistët. Zoti Bele thotë se demokratët premtojnë projekte zhvillimi që prekin të gjithë sektorët, por sidomos ato më jetikët për qytetarët, siç është punësimi. Unë nuk pajtohem me mënyrën provinciale të drejtimit të qytetit. Fieri ka potenciale të fuqishme dhe duhet të trajtuar si qyteti i tretë në Shqipëri. Duhet të theksoj se qyteti është kthyer në një fetore të madhe. Kjo po humbet shpresë dhe kjo është gjë më e trishtueshme. Në Fier mungon puna. Kjo sjell një varfëri shumë dimensionale. Në këtë kuptim jemi duke hartuar 2 projekte të mëdha. Ata janë zona industriale e qytetit në lindje të tij dhe zona tjetër në perëndim me resurse të mëdha. Të dy kandidatët nuk kanë pasur ende një debat publik mes tyre në mediat lokale, por vlerësojnë pozitivisht ecurinë e deritanishme të fushatës. Kandidati i socialistëve Baftiar Zeqo thotë se pikë e veçantë në fushatën e tij do të jetë mbështetje shtresave në nevojë. Do të kemi ambicie që të mbështesim kategoritë e njerëzve në nevojë, kam parasysh gjithë llojet e invalidëve, që janë më shumë se 3000 në qytetin e Fierit, po ngrihen 3 ambiente të mrekullueshëm, që këto kategori të ndihen si gjithë qytetarët e tjerë të Fierit. Ndërsa kandidati demokrat Ilir Bele vlerëson se një nga projektet më të rëndësishme për qytetin mbetet disiplinimi i lumit të Gjanicës. Ky lum përmbyt zonat qytetit duke shkaktuar dëme ekonomike të pallogaritshme për qytetarët. Por më e rëndësishme mbetet Gjanica. Gangrena e qytetit tim. Po shkatërron çdo vit miliona e miliona lekë investime private me përmbytjet që sjell. Veprimi i parë do të jetë bllokimi i rrjedhës së mbetjeve të ngurta urbane dhe ato të naftës, duke vazhduar me thellimin, rregullimin e shtatit të tij. Fieri po i ka përcjellë 85.000 banorët dhe krahas profilit tregtar, qyteti po kërkon të përfaqësohet me vlera turistike dhe të trashëgimisë kulturore. Analistët vendor parashikojnë një garë të fortë mes kandidatëve. Për Zërin e Amerikës nga Fieri, Rajmond Kolla.